Turneu memorial i boksit Vllaznia 2025 nis të premten me ndeshjet e ditës së parë që zhvillohen në Qezim Dervishi të Shkodrës, një aktivitet që organizohet nga shoqata e boksit Vllaznia në përkujdesin e presidentit të boksit shkodran Edmond Dou, që është njëkohësisht promotori First of Fire, organizatori turneuve të shumtë ndërkombëtar të boksit profesionist, dhe që i kushtohet 14 ish boksierëve shkodran që sot nuk jetojnë. Pa lënë me një anë emocionet që do të cilin përballet e boksit amator, një ndër kulminacionet e këtij turneu pritet të jetë dueli i boksit profesionist mes shkodranit Senad Drini dhe rivalit të tij kampion në Gjermani, ndeshje vlefshme për peshën 76 kg. Ne me bën ndeshje të forta që më rendit mirë domethënë boks, edhe me arrit me bën ndeshje për titull në të ardhmen. Shumë mirë, jena të bë stërvitje tregullt, distanca në ditë, 6 herë në javë, ashtu e shumë mirë. Kena punu bajgi. Drini vjen pas një provoje pozitive nga boksi amator, por tashmë në atë profesioniste ndjen veten më mirë. Ka ndryshime thelbësore, po ashtu edhe varet personalisht stili boksimit personit, domethënë se disa persona mund t'i pëlqejnë më tepër boksi amator ose mund t'i përshtatet më tepër, disa persona i përshtatet boksi profesionist më tepër. Domethënë varet sipas tipologjisë ose sipas stilit të boksimit që ka vetë personi. Boksi profesionist me thënë drejtën më pëlqen më shumë, më përshtatet më shumë. Më ka pëlqyer gjithmonë domethënë. Duke folur për kundërshtarin, i cili ka një rekord më vete në boksin gjerman, ai beson se do ta kalojë me sukses këtë përballje. Do konkurroj në peshën super middleweight, që është 76 kg e 200 gram, dhe kam një kundërshtar që vjen nga Gjermania. Ka një rekord të mirë dhe është renditur bajegi mirë dhe ka me kënë një ndeshje shumë e fortë. Është teknik, mundohet punon, ka reflekse si boksier, por kam përshtypjen që do performoj shumë më mirë se ndeshjet tjera. Nga që dhe është nivel më i mirë se kundërshtarët e që kam pas në kaluar. Në mbyllje, boksieri kuqeblu që përfaqëson Shqipërinë fton tifozët shkodran të apasionuar pas këtij sporti të jenë sa më të shumtë në Qezim Dervishi për të ndjekur turneun memorial të boksit Vllaznia 2025, i cili nis në 6 qershor dhe mbyllet të dielën e datës 8 qershor.